Pavarësisht amatorizmit se si e trajton opozita, Edi Rama nuk ka sot asnjë vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara, pra nuk mendoj se mund flasim për marrëdhënie preferenciale. Ne nuk mund flasim për marrëdhënie armiqësore, sepse nuk ka akte armiqësie politikisht ndaj qeverisë shqiptare. Për statistikë, vizitë zyrtare ka vetëm Berisha i parë dhe asnjë nuk ka lidhje me Berishën e parë. Po s'ka asnjë e parë dhe presidenti asnjë udhëheqës tjetër s'ka bërë më vizitë zyrtare. Kryeministri i Shqipërisë pra nuk ka vizitë zyrtare, s'ka ambasador këtu. Pastaj shkojmë te pika. Nuk ka vizitë në Shtetet e Bashkuara dhe nuk ka një eksponent Shtetet e Bashkuara të lartë që mund të ketë ardhur këtu. Dhëndri nuk konsiderohet eksponent i lartë në marrëdhënie shtetërore. Nuk futet në marrëdhënie. Këtë lloj presidenti që ka tani Amerika? Jo, ne po themi në marrëdhënie shtetërore nuk është ashtu. Ka shtet gjithsesi Amerikë. Pavarësisht se në biznes ata merren. Dhe kjo tani është një lloj organizate ndërkombëtare. Nuk është aq e jashtëzakonshme sepse nëse ka president kryetar, ka dhe komitetin ekzekutiv, i duhet dhe asambleja. Dhe asamblen do ta bëjë me sa më shumë shtete. Nëse kemi parë ne kur reagojnë shtetet për një konflikt larg në botë, bëhet për efekt të krijimit të precedentit ndërkombëtar. Dhe duhet legitimiteti në mënyrë kolektive, duhet shkojnë shtetet aty. Nuk ka ndonjë gjë. A e shet Rama në Shqipëri? Sigurisht që e shet. Del thotë që është me një respekt të posaçëm. Nuk ka ndonjë respekt posaçëm për Edi Ramën. Është përgjegjësi shtete, nuk ka diçka. Nëse është posaçme përgjegjësi shtete, okay. Pra, këtu thjesht e përsëris atë çfarë thash pjesën e parë që nga që e ngriti opozita idenë sikur këta janë armiq, pra Edi Rama me Donald Trumpin, ftesa zyrtare e rrëzoi thjesht propagandën e opozitës, por nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme, sepse konkretisht çfarë është Shqipëria? Ne kemi pasur dhe kemi misione në Afganistan, Irak, Sudan dhe vende të tjera. Pra kemi marrë pjesë në këto çështje, pra nuk është diçka e re, siç thotë zoti Rama, që nuk ka ndodhur prej kohësh që të kapet kjo maj. Pra jemi përfshirë në procese të tilla, nuk është se është një lajm i madh për Shqipërinë. Thash në pjesën e kaluar, për të gjitha gjërat, edhe ato që ta Kolliçi janë të vërteta. Të ndalemi te pjesa këtu. Është për mua është një përgjigje e rëndësishme e Ramës, si gjithi bëj Rama, që është më mjeshtër se këta, për të lobuar, për të bërë gjërat, është një përgjigje e Ramës për këtë gjë. Është përgjigje e dobët, pavarësisht se ata nuk dinë se si të trajtojnë, është një përgjigje krejt e dobët. Po të kishte dikë tjetër në opozitë, ishte përgjigje e dobët. Që vjen për mua dokument zyrtar, sigurisht që është përgjigje. Të ngresh propagandën për një dokument zyrtar, dhe të gënjesh njerëzit thuash ja çka ka ardhur për mua këtu, është përgjigje. Kujt i përgjigjet? I përgjigjet një grupi konspiracionist që thotë që Rama do rrëzoj Trumpit, do e marrë si Maduro. Po sigurisht, edhe opozita ka njerëz të leshtë që mendojnë në konspiracione të tilla. Ama ku ne shohim marrëdhëniet mes shteteve, ne nuk i shohim kështu, hajde se në kafene mora vesh unë që ky ka këtë shok, të ka mik. Ato shihen në raporte zyrtare, në vizita zyrtare, në përshëndetje zyrtare. Që nga 11 maj të paktën, Edi Rama nuk ka nga Shtetet e Bashkuara as urim për zgjedhjet, as përshëndetje për festën e 20 nëntorit. Bëhet përshëndetja e festës 20 nëntorit dhe shmanget Rama. Dhe vjen dhe thuhet qeveria amerikane në vend që to do bashkëpunojmë me qeverinë shqiptare, siç i takon një qeveri të bashkëpunojë me qeverinë, apo se dy vende bashkëpunojnë për qeverive. Thotë do bashkëpunojmë me SPAK-un dhe BK-n dhe me organet legjizlatuese. Kjo tregon që ata nuk e kanë plan të bashkëpunojnë me qeverinë shqiptare. Kjo tregon që s'kan besim te qeveria shqiptare, që kur duan luftojnë drogën dhe trafiqet dhe krimin e organizuar, nuk e shohin si partner qeverinë shqiptare. Dhe nuk është e para, është e treta deklarata ajo që bëri të premten e ngarkuara me punë këtu, që foli përsëri për bashkëpunim dhe përjashtoi edhe qeverinë shqiptare dhe policinë shqiptare. Kjo i tregojnë marrëdhënie them unë mes vendeve. Se çfarë dimnë në kafe, kë ka shok Rama, kë ka shok Trumpi, këto janë muhabete konspiracioniste. E dyta, kur të vjen një dokument i tillë, nuk është momenti të ngazëllehesh si fëmijë, por duhet mendohesh aq shumë sepse të është bërë një sprov shumë e madhe. Shqipëria është një vend që në betejën mes BE-s dhe SBA-s sot e ka shumë të vështirë pozicionohet, se është vend shumë i vogël. Dhe nuk e shkon për 7 pozicionohet. Dhe kur ti shkon të pozicionohesh në një bord paqeje, i cili do të sfidojë rendin botror, OKB-n dhe sigurisht NATO-n,
atëherë ti do të marrësh një vendim shumë madh. 2 anë, ka 2 anë kjo. Dhe ky është një vendim Që si shumë madh. intereson fare ati për Është Ben. hall, nuk është gazëllim për fëmijët. Se nuk rregullon dot Amerikën, nuk rregullon dot as Ben kër. Po kryeministri 13 vjet kryeministri, si kalama Agurit, para një sfide të tillë, domethënë që ti e ke marrë të punë vetëm për pushtetin tënd, jo për të shkuar para një vend. Sigurisht. Dhe ne Ky është po problemi themi që kemi. shkakja ka dhënë po mu. Pra, ne sot kemi një problem të madh. Që çfarë do ndodh me këtë ftesor? Kjo patate e nxehtë që na ka rënë dorë, çfarë do bëjmë? Si do i përgjigjemi? A do marrim pjesë ne në këtë apo jo? Me çfarë stazhi do marrim pjesë? Çfarë marrëdhënie do kemi me BE-n? Deri dje çdo votim i Shqipërisë në OKB orientohej sipas Bashkimit Evropian, dhe këtë e ka thënë Edi Rama. Dhe sigurisht është normale, sepse ne jemi një vend që jemi shumë afër Bashkimit Evropian, jemi në negociata për ndërsim. Dhe duhet të veprojmë si antar të Bashkimit Evropian. Çfarë do ndodh sot? Do ndjekim shembullin e Hungarisë, të Çekisë, të Slovakisë, apo do ndjekim shembullin që kemi pas deri tani? Kjo është patate e nxehtë që na ka dhënë Trumpi në dorë me këtë ftesë. Kam këtë pyetje unë. Jo për të marrë me teoritë konspirative të 5 opozitarëve, që së shëndim zyrtarë që Teori opozitarë, konspirative kjo, jo. dhe asë për të thënë që Unë e kam këtë fitoi Rama. S'ka si Shtetet fitoi. tjera kanë marrë ftesë dhe po mendojnë, e kam këtë moment, 1 minutë, pas se zbresim aty të mbyllemi këtu. Kemi një moment të rëndësishëm të një përplasje, dhe kjo është një luftë politike të fshati ynë në tonë. Dhe ne po themi një gjë tjetër. Luftë e të kryuar kodës ka luftë. Jo, e ka kriju opozita këtë luftë. Lloj lufte, dhe tani, a i nëzori një letër tani dhe janë nxjerrë për balë opozitës. E humbi Këtë po themi. Po për këtë po themi. Të tjerat pastaj, Unë mendoj që jo vetëm po themi të vërteta, se mendoj s'janë të lidhura me këtë që... opozitat e Edi Ramës kanë qenë të lëkundura, edhe tek ka pas dyshime edhe tek socialistët, që kjo e ka humbur mbështetjen amerikane. Dhe kjo ndikon shumë në marrëdhëniet që krijohen brenda PS-s, në institucione, jashtë PS-s, në marrëdhënien me publikun e tjerë. 1 minutë, ta shtoj kështu. Dhe ai për ta shuar të zë, Pse e ka humbur? dhe e ka manipuluar. Se mendonin ta që e ka humbur mbështetjen amerikane? Të thash, që nga 11 maj dhe deri sot ne nuk kemi asnjë shenjë. 1 minutë. Ri është bas, Atëherë të ndalojmë. Ja, me pyetje, unë me pyetje dhe ju me përgjigje. Të ndalojmë, okej. Ka humbur mbështetjen amerikane tani. Nuk thash Ka patur një mbështetje ka shumë pasur fortë. një mendim thash që ky e ka humbur. Nuk thash që e ka humbur, unë nuk e di këtë gjë. 1 minutë. Unë di vetëm çfarë kam parë. Dakor. Edhe unë mendoj që Atëherë ka patur një mbështetje absolute nga demokratët. Ajsa dhe Edi Rama. Ajsa edhe... Po, në flasë për Trump. Në satë në re. Ajsa, Sali Berisha u shpall non grata. Pra një mbështetje absolute nga demokratët. Erdhi Donald Trump. Gjithë shpresa, po të them unë në tonë. Se ti mendon që non grada u shpall me qenë se Edi Rama të demokratët. Edhe punë lobimesh është Po non jo. grata. Priteni, erdhi një president... Ka heqi ky Elem, një vit. po s'ka si të heqë, nuk e heqë. Por mos se smeren ashtu vendimet në Amerikë kalonë për 20 Po s'ka si të heqë.